Sipas njoftimit të kapitenerisë së portit detar të Vlorës, është bërë pezullimi detar i mjeteve lundruese dhe atyre të peshkimit për shkak të erës së fortë bregdetare. Era bregdetare, e cila ka përfshirë qytetin që prej ditëve të para të këtij viti, ka bërë që qyteti të preket nga moti përkeqësuar e përpasoj të ketë edhe pezullim të lundrimit detar. Mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit nuk do të lejon të dalin në det, sipas njoftimit të kapitenerisë së Vlorës, deri në datën 7 janar në orën 6 të mëngjesit. Por edhe ky fakt pritet të përcaktohet sërish në bazë të parashikimeve si dhe kushteve hidrometeorologjike. Si rrjedhoi e motit të përkeqësuar, trageti i linjës me Brindizin është ankoruar edhe për gjatë të hënës në kalatën e portit detar të Vlorës me vonesë. Ai ka qëndruar për disa orë në det të hapur, pasi nuk ankoroi dot për shkak të detit me dallk. Rreth mesditës së të hënës, trageti u ankorua me ndihmën e rimorkjatorit, teksa bëhet me dije se po me vonesë për shkak të kushteve atmosferike është nisur nga porti detar i Vlorës. Udhëtimi për pasagjerët ka qenë i vështirë, pasi deti me dallk ka vështirësuar situatën për gjatë itinerarit. Sipas njoftimit zyrtar, trageti është nisur disa orë me vonesë nga Brindisi i Italisë, e si rrjedhoi mbërritja e tij në portin e Vlorës do të jetë po ashtu me vonesë. Ndërkohë, për sa i përket peshkimit, administratorët e mjeteve lundruese dhe ato të peshkimit kanë nisur të i sigurojnë këto mjete në Bregdet për të shmangur përplasjet e tyre mes Bregdetit dhe kalatës së portit, duke shmangur në këtë mënyrë dëmet materiale. Bashkia e Vlorës dhe Ujësillës Kanalizime kanë bërë apel për kujdes të shtuar drejtuar qytetarëve të Vlorës për shkak të kushteve atmosferike, duke kërkuar prej tyre kujdes në qarkullimin rrugor, por edhe në parkimet e automjeteve në zonat më problematike të qytetit.